Jemi sankcionu gjithë tjerë përveç Vjosa Osmanit, e cila ka hynë listë, nëse ne tjerë t'jo. 10 e ka posë. Po, aje po, numrin 80 e ka posë. E tash, kur erdhën zgjedhjet në LDK, unë isha për krasi Vjosa Osmanit, edhe kam bërë përpjekje që e të ngritët sa më shumë, e kam votu edhe për kryetaret LDK-s kur ka qenë kandidate e tjera, po kur erdhë situatë LDK-ja, pra isën e Braktesën edhe Lutfi Aziri dhe Agim Veliu, që kanë qenë për krasit e ti kryesor, dhe ai nuk ishte gjasa serioze të rizgjedhet kryetari i LDK-s, unë e binda, unë jo Lutfi Aziri, s'ka pas të baj kur gjo me këte. Jo, këto deklarimet e Lutfi Azirit i pata gjatë diskutimeve kështu zakonisht në media. Luta ka qenë deri në fund, deri në momentet e para fundit, deri në fund për krahës e Isa Mustafës, por në një moment edhe Luta dhe Agimi e Braktesën dhe Isa mbeti pa përkrahje për të rizgjedhë kryetari i LDK-s, unë e binda, unë shkova ditë dhe bisedova, e binda që ta kandidoj Vjosa Osmanin për kryeministre, pra tjetë e para në listë, dhe me kusht që Vjosa Osmani ta përkrah Isën për kryetarët LDK-s. Jo e keni bindur Isa Mustafën që të kandidot Vjosa Osmani për kryeministre në 2019. Po, edhe a ju pajtu, edhe kanë shku pa ditë, janë morë vesh, edhe kanë bo një marveshjet. Nesërmën është majtë kuvendi LDK-s, edhe ka kalu kjo është aj përfshafimi për cilin të po fletë. Do më thonë, ka qenë një marveshje që është arrit një ditë për para, me ndërmjetësimin tim. Pra unë e kam bindisën që ta kandidoj Vjosën për kryeministre dhe kjo ndodhi. Pra ju përmbajt asoj marveshje, ndodhi, nuk u bo kryeministre, po ndodhën ato që ndodhën më vonë, u eliminu edhe njëherë më vonë, edhe ajo kaloj pastaj. A parashe proces brendshëm në periudën afat shkurt? Shikoni, nuk e di, ky Lumiri më duket pak i ngurt në këtë drejtim, një kryetari meqëm ullët dhe diskuton dhe bën kompromise, po në këtë rast tash lufta është për kryetarët LDK-s, edhe nuk di qëfar kompromisi mund të bëhet këtë drejtim. Për shembull, atëherë Isa i ka ofru Vjosës tjetë kryeministre, kandidate për kryeministër, ndërsa nuk besoj që Lumiri tash i ofron Abdullah Hotit që tjetë kandidat për kryeministër. Për kompromise do të ketë knaqjet interesa, edhe nuk shok këtu ku mund gjendet një nga jo që deklarua deri tash është që Asaf Digjiku nuk e ka arrit suksesin e kënaqshëm në procesin zgjedhor, Asaf Abdullah Hoti tha që nuk është ndonjë farë figure që mund ta rikthej fuqinë e LDK-s. Kush mund ta bëjë këtë? Shikoni, unë nuk mund të flas për këto. Do të jetë një proces i vërtet i debate brenda LDK-s, do të vlerësohet se cili person që... A ka njerëz të tillë aktualisht aktiv? Shiko, nuk ka parti që si gjen njerëz të tillë nëse dëshiron. Keni emra? Po, unë s'kam emra, jo, nuk mund të kem, edhe s'është në rregull unë të kem emra këtu, po unë mendoj që debati i qet njerëzit aty. Nëse